Jemi rikthyer në pjesën e dytë të nderuar të shikues, sikur se ju thamë, është një moment shumë i rëndësishëm. Duket që presidenti Trump i ka shpallur luftë të Evropës. Në një dokument për strategjinë kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pak a shumë thuhet që Evropa rrezikon të zhduket, nëse nuk bëhet ashtu siç do Donald Trumpi. Pak më përpara unë e thash që isha duke biseduar me ambasadorin që kanë sot në studio, zotin Roland Bimo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Isha duke biseduar në fund të pjesës parë, ambasadorin unë i thashë shikuesve që po bisedorim me ambasadorin dhe ai më tha mua që është një kthim të vitit 0 të baballarët e Shtetet Bashkuara, të cilët mendonin që Amerika duhet jetë për Amerikën, për ta bërë atë vërtet, siç kishte edhe ide në fillim Donald Trumpi, America First, por Donald Trumpi tani duket ka ide të reja, shumë ide, jo vetëm këtë të Evropës, po ide të panumërta. Gjithë botën për shembull trazon, dhe pastaj e trazon prap, bën 28 pika me që duhet të zbatojë Ukraina, pastaj thot presidenti Zelenski i thosh njëkohësisht sot dije që ti s'ke lexuar akoma dokumentin tim. I thoshte të gjitha, pastaj merret me gazën e bën rregullon atë, pastaj bëhet prap luftë aty. Bie lufta prapë, bombardimet e të gjitha, vijojnë të gjitha, por tani ai ka thënë një gjë shumë të rrezikshme për ne, që duam të shkojmë në Evropë. Zoti Bimo, ka thënë që Evropa ose duhet bëhet kështu siç them unë, ose duhet të zhduket. Domethënë kjo Evropë që kemi, jo të zhduket kështu fizikisht. Ai nuk është se do zhdukje kështu. Do të jetësohet. 20 vite të ardhshme do bëhet e panjohshme, thotë ai. Do të jetësohet. Pra Roland Bimo, diplomat mjaft i njohur. Faleminderit shumë. Ermir Gjinishi, anarkist, mentor Nazarko dhe Antona Bilega që ishin në pjesën e parë me mua. Në fakt, në një lidhje direkte, ne do të kemi dhe Ylber Hysa diplomat. Ishte ambasador, po ashtu. Ishte ambasador. Faleminderit shumë, zoti Ylber. Me që u lidhëm bashkë, mirëmbrëma. Ti si e mendon këtë punë tani presidenti Trump që po bën këtë gjëra? Se dhe Kosova ka probleme, do ketë probleme për këtë. Se ai mund thotë për shembull që është bërë gabim lufta. Pas 5 ditësh del dhe thotë ç'është kjo luftë. Si e kanë bërë? Të kthehet mbrapa. Siç po thotë që edhe Evropa për shembull duhet të ndryshojë të duke ndihmuar gati drejt për drejt ekstremin e djathtë. Partitë e ekstremit djathtë. Si e mendon ti tani? I dëgjove këto, çfarë mendon ti konkretisht? Në fakt, ky dokument vjen në një datë interesante, është 84 vjetori në sulmin në Pearl Harbor, që definitivisht e solli Amerikën në teatrin global dhe i dha asaj një rol parsor që nga lufta ftohtë dhe pas saj. Dhe pikërisht tani është në rikthim, nëse mund ta parafrazojmë kolegun Bimo në vitin 0, në kuptimin e rikthimit të doktrinës së Monroe, e cila përmes një ndaj shtesës së Trumpit, në fakt Evropës i ka dhënë kujdesin e fundit. Ajo që kjo doktrinë thekson është në fakt hemisfera perëndimore, ku rol parsor duhet të ketë vetë Amerika, dhe si dytë përka rajoni me interes është Indo-Pacifiku, ku duket që gjeoekonomia i zëvendin geostrategjisë, dhe aty specifikisht përmendet parandalimi i luftës në Taiwan, por harrohet të përmendet Korea. Është interesante se ka një praktikë ndaj lindjes së mesme që ka si... Zoti Hysa, pra një gabim unë se nuk na falen gabimet, po unë e bëra. Do të vijosh ti, por ndërkohë unë do të, në mënyrë që populatat e mundonjerë, shikuesi të kuptojë, për çfarë po flasim, ta kuptoj më mirë, ne kemi përgatitur një sinkron, ta futim sinkronin dhe vijon. Okej. Strategjia e sigurisë kombëtare të SBA-ve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë publikuar Strategjinë e Sigurisë Kombëtare, një dokument 33 faqe, i cili ka trazuar jo pak qeverit në Evropë. Në dokumentin politik thuhet se Evropa do të përballet me zhdukjen e civilizimit brenda 2 dekadave të ardhshme si rezultati i emigracionit dhe integrimit në BE, duke argumentuar se SBA-t duhet të kultivojnë rezistencë brenda kontinentit.
i paraqitur si një plan veprimi për të siguruar që Amerika të mbetet kombi më i madh dhe më i suksesshëm në historinë e njerëzimit dhe shtëpia e lirisë në botë, strategjia e sigurisë kombëtare e SBA-ve shpreh qartë mbështetjen e Washingtonit për partitë nacionaliste të ekstremit të djathtë në Evropë. Dokumenti, me një hyrje të nënshkruar nga Trump, thot se Evropa është në rënje ekonomike, por problemet e saj të vërteta janë edhe më të thella, duke përfshirë aktivitetet e BE-s që minojnë lirinë politike dhe sovranitetin, politikat e emigracionit që po transformojnë kontinentin, censurimin e fjalës së lirë dhe shtypjen e opozitës politike, si dhe humbjen e identiteteve kombëtare. Ekspozimi 33 faqesh i botkuptimit të Trumpit America First duket se përqafon teorinë raciste të konspiracionit të zvendësimit të madh, duke thënë se disa vende rrezikojnë të bëhen shumicë jo evropiane dhe se Evropa përballet me mundësinë reale dhe të ashpër të zhdukjes së civilizimit. Çështjet më të mëdha me të cilat përballet Evropa përfshin aktivitetet e Bashkimit Evropian dhe të organeve të tjera transnacionale që minojnë lirinë politike dhe sovranitetin, politikat e migracionit që po e transformojnë kontinentin dhe po krijojnë përçarje, censurin e fjalës së lirë dhe shtypjen e opozitës politike, rënien drastike të lindjeve dhe humbjen e identiteteve kombëtare dhe vetbesimit. Nëse tendencat aktuale vazhdojnë, kontinenti do të jetë i panjohshëm brenda 20 vjetësh ose edhe më pak. Si i tillë nuk është as pak e qartë nëse disa vende evropiane do të kenë ekonomi dhe ushtrim mjaftueshëm të forta për të mbetur aleat të besueshëm. Shumë prej këtyre kombeve aktualisht po e thellojnë edhe më tej rrugën e tyre të tanishme. Ne duam që Evropa të mbetet evropiane, të rifitojë vetbesimin e saj civilizues dhe të braktisë përqendrimin e saj të dështuar tek shtypja rregullatore, thuhet në dokument. Zgjedhja sipas administratës Trump, politikat amerikane duhet të përfshin kultivimin e rezistencës ndaj trajektores aktuale të Europës brenda kombeve europiane, si dhe aftësimin e Europës që të marrë përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e saj dhe hapjen e tregjeve evropiane për mallrat dhe shërbimet amerikane. Pra, zotë Hysa, kjo ishte sinkroni që ne kishim përgatitur për strategjinë e sigurisë kombëtare të SBA-ve. Ju e nisët mirë këtë gjë gjitha. Tani, kjo strategji ka të rënditur veçanërisht Evropën. Evropa është shumë e të rënditur nga kjo. A mund të konsiderohet ky dokument një sulm i drejt për drejt ndaj vlerave të saj? Dhe a është një ndryrje brutale në vendet evropiane? Para asgjithash, këtë strategji duhet kuptuar brenda një doktrine anti-Nixon, asaj të famshmës që dëshironte të forconte Kinën për t'i bërë kashillëk Rusisë. Tani duket që po ndodhe kundërta. Dëshirohet të mbyllet lufta në Ukrainë, që të vendoset një fokus afatgjatë ndaj Kinës si një problem i rivalitetit më afatgjatë karshi Amerikës. Dhe në këtë aspekt Evropa kundrohet ndryshe, kundrohet brenda një qasje jo tradicionale që nuk e ruan unitetin transatlantik, por në anën tjetër e thekson nevojën që Evropa të mbrohet vetë, që do të thotë që ajo e famshmja për GDP 5% tani do të jetë një realitet i ri në Evropë, e cila do të bëjë gjithsesi një transformim serioz të kapacitetit mbrojtës të Evropës, të industrisë së saj ushtarake, të rritjes së forcave ushtarake, nga se është një mesazh direkt që Evropa duhet të mendoj për vetën. Dhe kjo besoj është njëri prej mesazheve më direkte. Mesazhi tjetër i dytë që nuk është vërtetur shumë për mua dhe që ka rëndësi për gjithë ne, ka të bëjë me atë që përfundimisht aludohet që nuk mund të ketë më zgjerim të naftës. Dhe kjo besoj është shumë e rëndësishme edhe për rajonin tonë, dhe e parë në këtë mënyrë, ndoshta edhe si një koment më i fundit, do të kisha thënë që është interesante dhe atipike që prezentimi kësaj doktrine kaq të rëndësishme u bën ora 10 të mbrëmjes në orën lokale në Washington, dhe nuk u përcoll me asnjë lloj eventi tjetër, me asnjë lloj interviste përcjellse apo promovimi tjetër. Dhe ndoshta kjo do të thotë që dokumentin duhet parë më shumë formal se sa diçka që është rigjide dhe që i përgjigjet vetë natyrës së Trumpit, i cili mund të improvizoj brenda një realizmi të tij më fluent. Dhe ndoshta e parë kështu
ky dokument nuk duhet parë më shumë formal se sa një lloj Bible të cilën verbrisht do ta përcjell ndoshta Trump nga administrata. Ndëzvije vëjojmë të jemi bashkë, më pas të kaloj të ftuarit e tjerë. Atere, Zoti Bimo, folëm të e thama e përsita unë atë që ju thatë të vitit 0 e gjithë shka, por nuk duket kështu. Trump vërtet thot që Amerika first, do ishte një gjë e mirë, në që do ishte Amerika first, por duket që ai po fut duart në të gjitha punët e botës dhe mirë Amerika i ka futur gjithmonë sigurisht kudo, por ai po i fut në atë mënyrë që Evropën e do sipas mendjes vet. Siç e ka mendjen ai tani, do dhe Evropën. Okej. Ju jeni diplomat dhe përgjigja juaj mund të jetë edhe një diplomati. Megjithëse nuk jeni në shërbim tani, po Jo, ndoshta nuk do ishte përgjigje diplomati, vetëm eksperjenca ndoshta fut ca gjëra në çarshina se si mund të gjykohet, por nuk është se kam ndonjë kufizim nga ajo siç e thotë edhe juve. Në analizën e situatave të tilla duhet të gjetur pyetja më e përshtatshme për të marrë përgjigjen që duhet. Dhe në fakt të kuptosh se çfarë do të thotë zoti Trump në mënyrën se si komunikon është një gjimnastik mendje e hatashme, domethënë nuk besoj se zoti Trump do një gjimnastik të madhe. Është një tregtar i cili ka ardhur në mënyrë pas një krize të madhe në të vetë sistemit demokracisë liberale, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka ardhur një njeri që ndoshta meriton me gjendjen që ku është sjellë ky sistem ose që është duke përfunduar. Po ai është një tregtar më shumë deri sot, deri në ditën që kemi, për mua, ju tani keni shërbyer në diplomaci dhe e dini shumë më mirë se unë këtë punë. Kam përshtypjen që ne në Shqipëri kemi fatin e madh në dallim nga shumë vende të tjera në botë që nuk e kanë këtë liri shtypi që kemi edhe neve. Kështu që edhe unë jam i lirë të them ç'do dua, siç jeni edhe ju i lirë toni ç'do. Nuk kemi liri, në fakt nuk kemi liri, po kjo studio e vërteton që ka liri. Ja. Nuk kemi. Ka autocensur apo ç'është? Jo, kemi autocensur, po kemi censur të drejtë për drejtë. Dakor. Nga politika. Filluam të çfaqim mënyrat të ndryshme të menduari qysh në kryet herës në përsa i përket gjimnastikës. Jo, unë të rrikem, në qoftë se ju keni drejt, unë të rrikem. Jo, të rrikem, po pasi ta dëgjoj. Jo, në diplomaci kam përshtypjen që nuk është puna kush fiton argumentin, është gjithse kush i aftësia e atij që ti paraqesi argumentat më mirë dhe të binde ata që dëgjojnë. Ne nuk kemi pse ti mbushim mendin njëri tjetrit për ato që mendojnë ndryshe. Një nga pyetjet që ka shoqëruar ardhjen e zotit Trump në pushtet, si në vitin 2016, ardhjen në pushtet në 2017, ashtu dhe ardhjen për herë të dytë, është ardhja e zotit Trump në pushtet rastësi apo domosdoshmëri? Dhe në varësi nga si çfarë përgjigje jep kësaj pyetje, fillon dhe orienton edhe arsyetimin. Për mendimin tim, ardhja e zotit Trump ka qenë një lloj domosdoshmërie, dhe nuk është fare rastësi, sepse bota ashtu siç ishte, ishte dhe vazhdon të jetë në një cikël të pandërprerë luftrash pafund, që vijnë si pasojë e sistemit financiar oligarko-politik, domethënë që ekziston. Dhe zoti Trump është kaq enigmatik në të folur, sa nuk e kupton dot njëri kur po flet me ironi, kur po flet me sarkazëm, kur po i flet bazës së vet maga, kur po i flet senatit, kur po i flet elitës europiane. Pra, të gjithë ato që përmenda bëjnë pjesë në ato që ai do t'i reformojë. Unë kam ndjekur, besoj nga afër fushatën e tij elektorale dhe të gjitha sa po ndodhin sot janë të njoftuara në fushatën e tij elektorale. Dhe njerëzit nuk i kanë besuar dot, ose si thua që i kanë dëgjuar, por nuk i përthithnin dot dhe t'i kuptonin që ato që thoshte ai me të ardhurën në pushtet do t'i bënte. Praktikisht, po shikosh më aktivët në politikën e jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është një farë, po i themën në kuptimin profesional, që nuk është fare një farë, se është një goxha miliarder ky Witkoff, Steve Witkoff, dhe del që është violina e parë zotit Trump që komunikon me botën, ndërkohë që ka idem fare se çfarë është diplomacia dhe si janë instrumentet e diplomacisë. Tash ka dalë dhe djali, jo ky dhëndri, Jared Kushner, që shkon dhe bisedon me Putinin. Pra,
po të shikosh, duket si një aberracion, duket si një shmangje, por nuk është fare shmangje, është e qëllimshme, se edhe po të shikojmë gjithë problemet fillimisht të politikës së brendshme ngarkoi Elon Muskut, që kishte të bënte me reformat e brendshme, pavarësisht E largoi. si shkuan. Sot jep të mendime dhe djali, i biri. Argumenti që po mundohem të bëj, zoti Trump është betuar në fushat që do të reformonte me themel të gjithë establishmentin e politikës jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që do të thotë CIA, Pentagon, Departamenti i Shtetit dhe disa agjenci tjera. Për Evropën të ndalën. Ato të Europa do vimë vonë sepse pjesa e Jo, establishmentit do ndalojmë të Evropa, se pikërisht pra, aty do jo, dalë. po pastaj zgjatemi shumë. Aty do dalë. Po? Pjesë e establishmentit politik të cilën ai do ta reformojë në Amerikë, është edhe elita europiane, dhe ai nuk është fare kundër Europës, ai është kundër Bashkimit Evropian. Përkundrazi, në disa pasazhe të strategjisë së sigurisë kombëtare i referohet lavdisë e Europës. Dhe do të zgjedh Marine Le Penin në të gjithë Bashkimin Evropian. Tash, a do zgjedhë Marine Le Penin apo jo, ai nuk është dakord me këtë. Tani ky dokument, profesor i nderuar, i ngjan shumë një dokument ideologjik, se sa një strategji sigurie. Ky është një dokument ideologjik dhe kërkon të imponojë ideologjinë e magës në Evropë. Se unë, thonë dhe shumë, unë e kam marrë nga ekspertët këtë, se unë nuk jam një ekspert i politikës, sidomos i sigurisë, zero në këtë pikë, po unë e kam marrë nga ekspertët dhe është një konkluzion i tyre. A i kërkon magën tani, ta marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta importoj, ta sjell në Evropë dhe ta bëj Evropën siç do Donald Trump. Patjetër që mund të jetë edhe kështu, dhe siç kanë shumë të drejtë ata që paraqesin këtë projekcion, kam edhe unë të drejtë paraqesin projekcion tjetër, që mua më duhet që bota siç ishte organizuar me këtë arkitekturë sigurie si deri tani, duke parë se siç vendoset fuqia drejt Azisë, duke parë se sa është dobësuar Amerika relativ mbas 2 luftrave në Irak në Afganistan, që ka humbur $8 trilion dhe mira jetë njerëzish në mos të humbura, të gjymtuara dhe të shkatërruara përfundimisht, apo kriza financiare e vitit 2008, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sot në një situatë ku nga ana financiare nuk e përballojnë dot këtë arkitekturë sigurie siç është. Dhe doktrina, kjo strategjia e re, parashikon një strukturë totalisht ndryshe se si do sigurohet bota. Ta marrim me radhë? Me që është ndryshe? Po. Në dokument thuhet se Evropa përballet me mundësinë e zhdukjes apo fshirjes së civilizimit, të qytetërimit. Tani Donald Trumpi ka dalë dhe po na mëson, po i mëson Evropës, jo ne, se ne një fshat jemi, se cili është qytetërimi. Do t'i mësoj dhe do në eksportoj civilizimin e ti. Kështu thuhet në dokument. Do që Amerika bën pjesë e civilizimit që themeloi Europa, faktikisht. Si? Amerika është pjesë e civilizimit europian si model. Po. Nuk ka ardhur nga Amerika civilizimi, po nga Europa shkon. Domethënë tani kë kërkon invers. Ka këtë ardhen ai. Po, çfarë është në esencë të kësaj që vënë duket kjo strategjia? Është fakti që Europa ka hapur dyert e emigrantëve dhe ata mendojnë me të drejtë apo pa të drejtë, unë nuk mundohem të as të justifikoj, unë thjesht po sjell projekcionin e administratës së re amerikane që mendon se prezenca e shtuar e emigracionit në një shtet zbut ose shpërfytyron, të themi, identitetin kombëtar të atij shteti. Dhe në këtë këndvështrim ai thotë që dyndja nga Afrika apo nga lindja e mesme. Edhe Evropa, thot Trump, duhet të marrë drurin për refugjatët. Jo, ai që ambasadori është sakt, po është qasja mënyrën se si administrata Trump e shikon. Çështja është sa e vërtetë. Këtë po mundohemi të themi. Këtë po mundohemi të themi. Po, në rregull. Që ata e shikojnë në të formë. Ka shumë njerëz që e shikojnë emigracionin në Amerikë si avantazh të Shtetit Bashkuar të Amerikës, si shtylla kryesore që ka shtyrë ekonominë amerikane ndër shekuj dhe e shtyn edhe sot kësaj dite. Zoti Trump thotë jo. Kjo është gjëja, dhe nëse thotë Europa përballet me rrezikun e zhdukjes si civilizim dhe ta shqiprojmë, këtë ka parasysh në prezencën e shtuar të emigracionit. Më lejo të ndaj një mendim ndryshe, jam dakord komplet në mënyrën se si ambasadori shpjegoi qasjen e administratës Trump, dhe kjo është e pastër, e dim gjithë, çështja është sa përputhet qasja e administratës Trump me realitetin. Lidhur me asimilimin kulturor ku ai sulmon emigrantët, duhet përmend 2 fakte cilët lidhen edhe me një teori konspirative, me zëvendësimin e madh, që unë për këtë vërtetës jam çik skeptik për këto teoritë konspirative, zëvendësimin e popullatës, megjithatë do sjell një shembull tjetër. Vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shtet i formuar nga migracioni.
janë një shtet i formuar nga migracioni. 57% e amerikanëve sot janë të bardhë, jo hispanik. Ndërsa 42% të amerikanëve sot janë minoritete aziatike, afrikane, e kështu me radhë. Pra, dhe në raport me Europën, të cilën presidenti Trump e kritikon, nuk ka si shtet evropian që të ketë as gjysmën e këtyre shifrave. Kështu që Amerika i ka brenda vetes vet. Nuk ka sens. E dyta, lidhur me atë që është një term, ndoshta edhe termat janë tepruar, ai ka qëllim tjetër, por përdor terma të gabuar ndoshta. Zhdukja e civilizimeve është çështje më e thellë se kaq. Konkretisht, çdo civilizim ka burimet e veta autentike, prandaj quhet civilizim. Civilizimi nuk është civilizimi amerikan se ka një president Trump, se ka një Bill Clinton. Është çështje tjetër komplet, nuk ka të bëjë fare me ideologjinë. Ka të bëjë me rrënjët historike burimore. Dhe civilizimi jon, europian, ka 3 burime, 3 shtylla kryesore. Traditën judeo-kristiane, traditën greko-romake dhe traditën gjermanike. Sigurisht që futet iluminizmi, rilindja, humanizmi, gjithë elementë tjerë, po këto janë 3 bazat, cilat nuk kanë ndryshuar asnjëherë. A mund të ndryshojë performanca e civilizimeve? Patjetër, nuk ka asnjë civilizim gjatë gjithë historisë njerëzore që qëndron aty ku është. Civilizimet ecin, japin dhe marrin. Dhe unë nuk e shikoj çështjen e emigracionit. Sigurisht është një problem i madh për Europën, por nuk e shoh çështjen e emigracionit. Pavarësisht se vetë Europa ka ngritur pikpyetje nda mbi identitetin kulturor dhe sa të mbrojtura janë kulturat europiane, nacionale, lokale nga ky ekspansion i madh, por mos harroni diçka tjetër. Shqetësimi më i madh i Europës që nga periudha post-luftës, që nga De Gaulli ka qenë influenca amerikane, e kulturës amerikane, apo jo, e politikës jashtme amerikane, e prezencës amerikane. Dhe Europa që paktën pas edhe para viteve 90, por pas viteve 90 gjithmonë ka luftuar për një identitet vetin europian. Qoftë ky identitet politik, qoftë kulturor, qoftë ushtarak. Nuk e ka mbritur. Nuk e ka arritur. Kështu që unë nuk e shoh këtë, po ajo që më shqetëson mua është kjo, reagimi i vendeve europiane. Ka një diferencë shumë madhe, zoti Rakipi. Ne kemi një zhvendosje të konceptit transatlantik në kohën e presidentit Trump. Europa sot nuk po shikohet si një alat prioritar. Nuk po shikohet. Nuk po shikohet, realisht. Europa po shikohet si një partner jo strategjik, po si një partner i cili marrëdhëniet me të cilën do zhvillohen në bazë të reciprocitetit. Dhe ky është ndryshimi i madh. Të tjerat pastaj mënyrën se si ai shikon mbështetjen e forcave populiste, forcave djathe dhe ekstreme, jam dakord shumë me atë që për atë që tha ambasadori që është një dështim i të majtës liberale, po ka qenë një dështim dhe ne kemi qenë gjithë. Por dështimi nuk rregullohet me një imponim që të vijë nga jashtë. Nuk mund të rregullohet në atë formë dhe nuk mund të forcohet euroatlanticizmi duke sulmuar elementet, duke sulmuar qeveritë europiane. Nuk mund t'i thuash Europës që qeveritë europiane janë kundër demokracisë, kundër lirisë, shtypin opozitat, se këto fjalë nuk i përdor dot as për shtete afrikane, për një pjesë të madhe shteteve afrikane. Kjo është shumë e tepruar. Ndërkohë që nga ana tjetër, në asimetri të plot me ideologjinë e tij thotë jam kundër eksperimentet amerikan lindjen e mesme, por qëndrojnë monarkitë arabe dhe të ruajmë statu quo-n. Janë dy qëndrime krejtësisht ndryshme. Ndoshta ai po mundohet të paraqes një teori ose një qasje ndryshme në rajonet botës, është ajo qasja tjetër që do krijohen pushtete lokale dhe aleanca ndryshe nga këto që janë sot. Megjithatë, unë më shqetësoj shumë fakti që mendet europiane, të gjithë platformën për 33 pikash të strategjisë kombëtare amerikane e quajtën kryqëzat ideologjike. Kjo ishte një fjalë shumë e rëndë. Dhe reagimi i eurodeputetëve ka qenë shumë i rëndë. Por herë të parë, dhe kjo nuk është ka ndodhur edhe gjatë presidencës parë të presidentit Trump, edhe këtë herë, presidenti Trump ka prishur atë që modeli i neutralitetit, të qëndrimit Shtetet Bashkuara të Amerikës me zhvillimet e brendshme europiane, ka ndërhyrë shumë fort. Mos harroni që edhe herën e parë ndërhyri kur rriti tarifat e aluminit dhe të çelikut në 2017, e quajti vendet e BE-s si rrezik kombëtar për Shtetet Bashkuara të Amerikës. U tërhoq nga marrëveshja e armëve bërthamore me Iranin. Urdhëro ku e ke Iranin sot. Pa marrëveshje armëve bërthamore është fuqi lokale, ka krijuar një rrjet që ka influencë në të tërë rajonin. Atëherë ku është influenca e madhe e perëndimit? Nazarko? Okej. Për ta kuptuar këtë doktrinë, ndoshta është e nevojshme ta kontekstualizojmë. Që do thotë, gjithë presidentët kur vinë detyrë në fillim të mandatit e shpallin një doktrinë të tillë. Pra në këtë kuptim, kjo shenjon mandatin. Kaloi një vit. Po, kjo shenjon mandatin e tij e para
E dyta, shumë për veprime të ndërmarra gjatë këtij viti që ju përmendet përputhen me të. E treta, kjo nuk është diçka e personalizuar. Ndoshta ai e personifikon më së miri atë që është rryma e mendimit brenda atyre think tank-e amerikane si Heritage Foundation apo Projekt 2025, madje ka fillesa edhe tek Kissingerit e tjerë, pra nuk është diçka, po flas në shtyllat kryesore në propozimet kryesore, nuk është diçka që është tërësisht e re, pra reflekton një rrymë mendimi. Trumpi ndoshta e personifikon në mënyrë më të keqe të mundshme, teatrale të mundshme e tjerë, por pra është diçka që përfaqëson një rrymë mendimi dhe veprimi, një grup të fuqishëm interesash që është edhe Bashkuar Amerikës. Në lidhje me Bashkimin Evropian, kritikizmi i tij në pikpamje të organizimit, pikpamje të vendimarrjes, ndoshta është gjë e drejtë, sepse ndoshta është edhe nga shqetësimi që përkundrejt Kinës, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një aleat fort siç do ishte një federatë evropiane. Por kjo federatë që ai propozon, dhe këtu është inkoherenca më e madhe, mendoj në këtij dokumenti, nuk arrihet pra që të kesh një federatë evropiane, siç është Federata Amerikane, që është funksionale, kjo nuk arrihet nëpërmjet asaj që përfaqësojnë e djatha ose partitë e djatha europiane. Partitë e djatha europiane nuk kanë kurfar ndjeshmërie europianiste apo federative, pra nuk kanë, ose të paktën unë nuk shoh që këto partitë ekstremit djathtë, cilat ai ndihmon, cilat ai mbështet, nacionaliste lokale. Po, nuk kanë vizion europianizëm. Nuk kanë vizion europianist dhe për ta përmbyllur kritikizmi i tij pra ndaj BE-s reflekton atë që është sjellja, dështimet po themi e Evropës edhe në adresimin e kësaj që është kriza aktuale, konflikti Rusi-Ukrainë. Natyrisht, ai tenton që të rezonojë me atë që është shqetësimi këtu Ermir përmendi çështën e emigracionit. Po, por ai referohet emigracionit të pakontrolluar. Emigracioni amerikan që ju përmendët, po, është e vërtet, nuk është ndonjë zbulim i madh, është emigracioni kontrolluar. Emigracioni që po ndodh në BE apo edhe drejt Amerikës si ai e ka frenuar së do pak, është një emigracion i pakontrolluar. Kështu që në këtë kuptim, ai tek ajo pjesë është nga pak, po themi, ideologjik ose shumë ideologjik, veçanërisht me hyrjen në dokument, por ama i referohet emigracionit të pakontrolluar. Në gjykimin tim, pra nuk ka kritikizëm tërësor për Bashkimin Evropian. Në përballjen me Kinën, ai e sheh s'ka se si të ndodhi ndryshe, e sheh Evropën si aleatën kryesore. Natyrisht ka rishikim të shumë koncepteve, ka pohim ose ripohim të disa koncepte të vjetra, siç është po themi shmangje e Rusisë si një rrezik i madh për perëndimin apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe për përmendje e termave të balancës strategjike apo të stabilitetit strategjik, duke vendosur theksin tek Kina. Kina konsiderohet si armiku kryesor. Ti ikim nga këtë. Jo, të mbetemi te Evropa. Të lutem. Se shpëndajmë aq shumë sa shikuesi pastaj humb të gjithë vëmendjen. Tani. Edhe një herë me zotin Ysha. Po. Zoti Ysha, ju dëgjuat që Trump në dokument thuhet që Evropa përballet me mundësinë e zhdukjes ose fshirjes së civilizimit, por njëkohësisht në dokument thuhet për shembull që ka censurë dhe goditje të kundërshtarëve politik në Evropë. Ju tani dini gje ku ndodh kjo? Keni parë që kundërshtarët politikë në Evropë me përjashtim të vendeve që po përpiqet të zgjidhë shtypin opozitën, ky është shpreh. Shtyp opozitën. Qeveritë europiane shtypin opozitën. Qeveritë europiane shtypin opozitën. Dhe ka si qëllim të djathtët. Dhe jo Vladimir Putini, që opozitën e merr dhe e çon në të ftohtin e madh, kur nuk vdes aty i jep helm të vënuar. Se besoj që një dokument që u paraqit këtu nga State Department flet në mënyrën më origjinale se si sot shifet Evropa nga Washingtoni. Dhe ky dokument flet për një analizë në të cilën shifet që Evropa, vendet e Unionit Evropian më shumë kanë shpenzuar në blerjen e gazit rus se sa që i kanë dhënë ndihmë Ukrainës. Përjashtim bëjmë 5 vende: Britania, Danimarka, Zvicra dhe 2 vende tjera.
Dhe kjo është sot leximi që Washingtoni i bën Evropës. Në një qasje tjetër, mund të thoni ideologjike, mund të thoni praktike, dhe nuk është një gjë e re. E kemi parë edhe zëvendës presidentin Amerikan që sjellin e tij gjatë konferencës së mënyrë, dhe pak a shumë kjo është fryma që cilëson Trumpin dhe këndvështrimin e tij ndaj Evropës. Por në fund të dokumentit, mbas gjithë asaj kritike që është komplet jo ortodokse, flitet për nevojën për të pasur një Evropë stabile. Dhe kjo ndoshta në mënyrë tjetër e tregon një qasje që administrata Trump ka ndaj Evropës. Nuk është anti-evropiane per se, është anti-evropiane nga ajo që e shohin sot. Nga kjo lloj Evrope e cila nuk duket partnere ideologjike e Shteteve të Bashkuara. Por ajo që e thekson këtë dokument është Amerika e para, Amerika First, dhe është kthimi në hemisferën perëndimore. Dhe ky rikthim në doktrinën Monroe, e cila e bën një lloj rumbullakësimi të Amerikës, të dy Amerikave, domethënë, është interesante për të parë nëse mund të jetë inspirative për shembull për Rusinë dhe konceptin e asaj që ajo quan near abroad, apo për atë që Kina konsideron veten One China Policy. Nëse kjo është modeli i cili mund të ndiqet nga tjerët, atëherë cilin model do ta ndjek Evropa? A do të përpiqet ajo më në fund të kthehet vetës dhe të shohë që nuk mund të mbështetet pa kufishëm në mbrojtjen amerikane? Dhe unë besoj që produkti i parë i kësaj politike do të bëjë që Evropa ta remendoj seriozisht sigurinë e saj, dhe besoj që kjo do të sjellë ndryshime radikale në vetë konceptimin e sigurisë në Evropë, në shpenzimet e mëdha në industrinë ushtarake dhe në mbështetjen që duhet t'ja bëjë ajo vetvetes dhe një rishikim total i asaj që quhet uniteti transatlantik. Okej. Abilegaj? Tani u thamë shumë gjëra këtu. Unë besoj që ajo që na intereson më shumë neve, ne si Shqipëri, është marrëdhënia me BE-n dhe me Rusinë. Nëse marrëdhënia, dhe ne po shohim në bisedimet që po bëhen për Ukrainën, që marrëdhënia me BE-n është duke u zhbehur, duke u ftohur në funksion të një marrëdhënie më të mirë me Rusinë. Takimi dyritor që u bë me Zelenskin në SBA dhe mos rënia dakord për një marrëveshje paqe, dalja pastaj nga Zelenski dhe liderëve europian dhe ekspertëve të tjerë pastaj që marrëveshja është shumë proruse, na tregon pikërisht këtë, që në Trumpin, administratën e re të Trumpit, Rusia nuk është marrë miku, por është Kina. Ka një joshje porosim për ndarje të Rusisë nga Kina, që pastaj të kemi Rusia të jetë një gjysmë aleate e Shtetet Bashkuara të Amerikës, një e përkthjelur e Shtetet Bashkuara, që të mos bashkëpunojë me Kinën, mos ketë më marrëveshje strategjike me Kinën. Dhe kjo është në drejtën e SBA-s, ta mendoj kështu, duke qenë se kërcënimi ekonomik është Kina. Por në funksionin e Shqipërisë, kjo është gjë shumë e rrezikshme. Nëse Rusisë i kthehen, i jepen mundësi të ketë më shumë zgjedhje, më shumë ndërhyrje në rajonin e vetë, në ish Bashkimin Sovjetik, sigurisht Rusia në gjithë botën slave do të kërkojë më shumë influencë. Dhe nëse kërkon më shumë, sigurisht që në Ballkani është pjesa kryesore. Dhe Kosova, fronti i madh i luftës është Kosovë-Serbi. Kështu që besoj që kjo është ajo që neve na shqetëson shumë. Dhe pas parasysh që kemi një bashkim evropian, i cili përveç se nuk ka një unifikim të qëndrimit, po. Ka dhe një varësi ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë. Një varësi kibernetike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë. Një varësi energjie nga të gjitha vendet e Europës, nga të gjitha vendet e botës, sepse nuk ka asnjë ekskluzivitet. Ndërkohë që lufta e parë që bëri Trumpi dhe që duket se pati sukses ishte lufta e lëndët para me Kinën. Ata lidhjen e mesme, e cila ishte më shumë në influencën e Kinës kur Trumpi erdhi, tani është më shumë në influencën e SBA-s. Rusia, nëse afronte Rusinë,
mund të kaloj një marrëveshje 3 me SBA-n për energjinë, dhe ndërkohë Europa furnizohet me gaz të lëndshëm nga SBA-ja. Qartë. Kështu që kjo dobësi e Europës ne mund na bëj që të humbasim betejën atje ku e kemi. Po, në thënë të mjaftë rrezikuar. Kjo, zoti Bimo, kjo ideja e zvendësimit të madh është një teori konspirative e njohur, që pretendon se popullsia e bardhë në vendet perëndimore po zvendësohet qëllimisht me elitat globale. Është një teori totalisht konspirative. Si ka mundësi që mbi këtë konspiracion të bazohet politika dhe strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Pra Amerika ka bërë politikë zyrtare ato që në televizionet tona e thonë njerëz që toka është që do i dalin dhe thonë toka është e sheshtë. Konspiracionistët, domethënë. Si është kjo? Kam përshtypjen që nga mënyra se si projektohet në këtë formë është disi realitet jo dhe ai që shkruhet në ato faqet, në 33 faqe letër, është pak më ndryshe se sa po thatë juve. Ajo teoria konspirative është teoria konspirative, por nuk besoj që, ose nga leximi që i bëj unë strategjisë sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të jetë nisur nga ky lloj arsyetimi për të formuluar atë strategji. Arsyetimi bazë i kritikave për Europën është fund e krye Bashkimi Evropian, nuk është Europa. Dhe për sa i përket Bashkimit Evropian, janë vetë europianët të parët që kanë jashtëzakonisht shumë ankesa për mënyrën se si funksionon Bashkimi Evropian. Kanë 10-15 vjet që mundohen ta reformohen, vetëm në 3 vitet e fundit kanë bërë 3 raporte se si duhet reformohet Bashkimi Evropian dhe nuk e reformojnë dot. Pra Bashkimi Evropian është disi kaps, nuk reformohet dot. Shumë drejt. Dhe tash po ta lexosh, po të shikosh se sa herë përmendet Europa në dokumentin 33 faqesh, vetëm një herë referohet Bashkimi Evropian. Në shumicën e rasteve referohet Evropë. Asnjëherë BE. Vetëm një herë Bashkimi Evropian. I referohet Evropë, ku është edhe Anglia, dhe kur do që ta përjashtoj Anglinë, në raste të tjera thotë Europa kontinentale. Pra e shmang maksimalisht përdorimin e termit BE dhe duket që gjithë pehu i thikës është BE-ja. Ajo BE, për të cilën vetë qytetarët e BE-s ka 1 milion ankesa, siç thashëm përpara, ka 3 raporte dhe nuk ka lëvizur dot nga vendi sepse raporti e porosit të Parlamenti Evropian, e përgatisin ekspertët, nuk ka rëndësi se sa lekë harxhohen, me merr Parlamenti e miraton, ja çon Këshillit, Këshilli e merr fund zyrtar. Është herë e tretë që raportet për se si duhet reformuar BE-ja përfundojnë në zyrtaret e mbledhjes së Këshillit Evropian. Tash kur kjo është një gjendje e tillë, sa për ato që se si shtypen opozitat, unë nuk është se kam qëmtuar për të bërë këtë argumentin, po ama kur kam dëgjuar që në Gjermani AFD-ja është shpallur rrezik kombëtar nga këto organet e sigurisë kombëtare të Gjermanisë. Dhe tash kam përshtypjen që në gjithë kontekstin historik të Gjermanisë, në gjithë se si po zhvillohen ngjarjet, të thuash për 40% popullit që është rrezik për sigurinë kombëtare, ka gjë që shkon. Sa për këtë lirisë shtypit, J.D. Vance foli në konferencën e Muniut dhe reagimi nga europianët ishte sa keq amerikanët mendojnë për ne për një gjë që s'është e vërtetë. Nuk pati asnjë reagim që thoshte, po ka një gjë që nuk shkon këtu në këtë mes dhe me siguri që ka shumë. Sepse ti thuash Keir Starmerit në zyrën ovale që ti nuk e liri shtypin në Angli nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka një gjë që nuk shkon. Dhe janë vetë anglezët që ankohen që në Britaninë e Madhe janë shkelen liritë dhe drejtat e njeriut. Në përsa i përket Po të njëjtën tezë ka përdorur edhe presidenti Trump për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë gjithë kohës ishin opozit. Po. Luftë frontale, media të kapura, s'ka liri, ka censur, apo jo? Po. Dhe ti nuk mund t'i sugjerosh pjesës tjetër të botës të heqë censurën ndërkohë që se ke zgjidhur brenda vetes tënde. Kjo është pyetja. Ai po e lufton që ta rregullojë këtë problem brenda vetes vet. Dhe pse, shiko. Dhe europianët po luftojnë. Okej, nuk po kuptoj se ku është pika për cilën po Pika është kjo, domethënë, nuk mund t'i kërkosh një tjetri, një kriter të cilët ti nuk e plotson vetë. Kjo është një mënyrë për ta shmangur debatin, kjo që po bëni ju tash. Në realiteti është a ka apo jo mungesë lirisë shtypi në Britani. Tash a e them unë që jetoj në një vend ku ka mungesë liri e shtypi, apo e thot Trumpi që është përveç një diktator dhe një autokrat. Çfarë rëndësie ka se kush e thot? Si është situata atje? A është e vërtetë që AFD-ja moral duhet këtë ai që thot, si që ka kjo. Pa moral tjetëri. Si? Moral duhet këtë ai që akuzon tjetrin. Ai që i thot gazetarit ti bir kurve. Patjetër. Edhe kjo që i thot pyet maman. Patjetër. Gazetarit për gjërat thot që s'ka. New York Times nuk është fjalë lirë. Okej,
Morarin duhet ta ketë. Ai që thotë. Është e domosdoshme që duhet Pastaj të dakord. diskutojmë ne që Është e domosdoshme që duhet të bëjmë dakord. jo, ne duhet të bëjmë dakord që ai që akuzon dikë duhet të ketë moralin për të akuzuar. Të konstatosh një diçka nuk është akuzë. Nuk pa Po shkem mungesë lirie, Po. nuk është akuzë, Jo, është konstatim. Është akuzë, konstatim. Sepse ai thotë që nuk Ai më tepër kur je shqiptar pastaj. Është dokumenti strategjisë kombëtare, ambasador. Me Kam përshtypjen që shumë nga ato që them unë nxjerrin nga konteksti dhe më atribuohen mua. Unë po them Trumpi është më keq më. Orë zotni, a jemi dakord? Jemi dakord që ka 3 raporte në 3 vitet e fundit për reformimin Të gjitha ato që thejnë dakord. Jemi dakord që Bashkimi Evropian është një strukturë që nuk ka llogaritje demokratike dhe duhet të reformuar. Tash kur I thot amerikanët këto, Trumpi, meqenëse Trumpi është I pamoralshëm që ka ndarë 3 gra, atëherë nuk duhet të flasi për Jo, se thash atë, nuk e thash. E thash atë. Demokratike fshizim. nuk kam përshtypjen. Jo, më shkruajnë profesor. Po pra, ju po flisim Shkruajnë një sekond. demokratike, po flasim moral. Lidhur me këtë, se ju thatë diçka për specifikisht për Britaninë. Mund të na jap profesori thot një shembull se ku mungon liria e shtypit në Britani, sepse po e thot Trumpi nuk do thotë që është e vërtetë. Më jep një shembull, që ta dëgjoj, unë jam gazetar. E ndjek shumë shtypin britanik, median britanike, ka ndodhur të jetoj disa kohë para aty, disa kohë, dhe tani unë dua ta di, më jep një shembull ku media britanike është kështu si thoni ju. Jo, ma jep, ke shembull. Në qoftë se sulmon, si sulmon New York Timesin, Donald Trumpi, si sulmon në qoftë se sulmon dhe Britaninë. Jo, Ja manipuloj fjalimin për shkakun. Të japun, më fal. Jo, po e mbysim ambasadorin, le të flasim ambasadorit, lutem. Jo, Jo, mos e pyetje. Ja, ta thot mendimis do sjellun një Ajo është e marrë drejt për drejt sa thot Trumpi. Po ta ndjejmë me që se drejtohet ambasadorit, do themu një kundër argument. pra unë nuk dua ta çoj këtë bisedë që po bëjmë në studio në këtë lloj drejtimi. Ku e di ti, ku e dëgjova unë, ku e pa shumë, ku e di ti. Domethënë, ai që dyshon në ato që thotë zoti Trump është I lirë të mendoj si doj. Sikurse edhe unë jam I lirë të mendoj si dua. Ai mendon që ka liri shtypin në Britani, qoftë e drejta dhe e vërtetë e zotit me të. Zoti Trump mendon që nuk ka, qoftë e drejta me zotin Trump. Unë po them se si ballafaqohen mendimet. Jo. Për sa I përket lirisë së shtypit I dashur dhe I nderuar zoti Rakipi. Okej. Edhe kolegët e tjerë në studio, më thuaj një gazetë perëndimore që ka thënë të vërtetën për gazën. Kjo është tjetër çështje. Na paska dhe çështje tjera. Fal, sekond. Morali. Po një gazetë perëndimore që ka thënë nga amerikanët që ka thënë të vërtetën për gazën. Po isoj. Më thuaj një Po isoj. student Që ka thënë vërtetën për Ukrainën. Musliman në Amerikë që nuk është përjashtuar. Po këta do rregullojnë Anglinë pastaj Amerikën. Për gaz. Jo, Aty rregullon Anglinë pastaj Amerikën. a mundet edhe unë një? Atëre Si pretendon për lirinë civile, lirinë e shprehjes të kritikosh Europën, kur tani para një muaji kritikove kandidatin e New Yorkut dhe I the komunist do të arrestoj. Do të arrestoj. Jo vetëm do të arrestoj, po nuk la gjë pa fyr. Do ta fus në burg, tha. Dhe pastaj u bë si Do me thëmë, ne nuk kemi ndryshim bashkë ambasador me idenë çfarë thot Trumpi. Ne po flasim se sa qëndrojnë ato që thot Trumpi. A është I sinqert me veten e tij kur e kërkon të tjerëve? kam përshtypjen qysh në krye të herës, Po. bëra hyrjen dhe thash, që zoti Trump ta deshifrosh se çfarë thotë është një gjimnastik mendje e pamundur. Sepse e flet në këtë mënyrë sepse ai komunisti I New Yorkut, atij duhej që ta thoshte komunist, në mënyrë që t'i inkurajonte votuesit e vet që ta votonin kundra. Pastaj mbasi ai fitoi, e ftojnë zyrën ovale, biseduan për bukuri dhe po ta shikosh në esencë, Trumpi nga e djathta, ai nga e majta janë të dy njësoj, janë kandidat atipik që fitojnë zgjedhjet në Amerikë për shkak se establishmenti është ka kundërta komplet. Stramer më shkruajnë ja ka kthyer përgjigjen Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë duke I thënë se për ne liria e shtypit Starmer. Është e shenjtë. Liria e shtypit është e shenjtë. Se mund të them diçka, Ka thënë. Po s'ka ngrirë I shtypit s'ka si vend botë. një nga shqetësimet që ka Po në Britani nuk u thon gazetarëve dërkuc, profesor. Këtë ju e dini. O zoti Ylli, koncepti I lirive As ka në lidhje Gjermani, As I thon pyet maman tënde për bile gazetarëve as në Shqipëri nuk u thot njëri dërkuc. koncepti I lirive Po ka pse u lidhje me vendos Europën. Budapesti për takimin, I thotë pyet maman tënde. Fal, me që se kemi dhe Ylber, Tash nëse do bëhet debati në këtë formë, ku e the, ku e pa, kush e tha, kush e tha. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo, profesor, po themi një gjë tjetër. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shikoj, një njeri, presidenti I Shtetit e Bashkuara, zgjidh së pari hallet e Shtetet e Bashkuara. Pastaj vjen dhe të rregullojë Britaninë, të rregullojë Gjermaninë, të rregullojë Bashkimin Evropian.
Ose të thotë, Jo, atë që thatë ju që na u rrezikoa AFD-ja Gjermanisë, por e të rrezikohet, edhe Farazhi i Anglisë. Dhe Rama kritikon Europën, por ne kemi Shqipërinë Europë. Edhe Rama kritikon Europën. Ba gjithë fjalimet bukura në Europë, po si e ka vendin e tij. Cop. Shko, një nga shqetësimet që ka me qënëse është dhe Ylberi në linjë, një nga shqetësimet që është krijuar nga ky dokument është injorimi ose mungesa e referenca për Ballkanin. Do më thënë, me përjashtim të pjesës hyrëse ku llogaritet se mbyllja një nga konflikteve gjatë presidencës parë Trump, po edhe tani konfliktit Kosovë-Serbi, mungojnë ato referenca që kanë qenë dokumentat e sigurisë kombëtare presidentëve të mëparshëm. Indiferent komplet. Kjo është mirë, po këtu kemi një çështje e cila ndërlidh në fakt edhe raportin BE-Amerikë, po edhe çështjen apo dialogun Kosovë-Serbi. Në gjykimin tim kemi një rast në cilën kjo lloj presidence, ky vizion ka qenë i suksesshëm, pavarësisht se rrethana, cili ishte dialogu në fund të mandatit të Trumpit Kosovë-Serbi, i cili u sabotua edhe nga shteti i thellë nëpërmjet padis apo U fut aty se ne nuk do të dim si do përfundon. Arrestimi dhe është faqe. Se në qoftë se ti e qun më të arsyeshme që të flasim për, ku diun, për flasim. Angli dhe e kanë fjalën pse ishte interesante ajo. Sepse ai bypassoi, ai ka përceu Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian me një rezolut të OKB-s të 2010-s ishte ndërmjetësi midis Kosovë-Serbi. Dhe ai për shkak të një marrëveshje supozoj paraprake me Rusin, ndërhyri dhe negocioi vetë në vetë parë këtë dialog. A do të ketë përfshirje të tij për ta përmbyllur përfundimisht këtë proces? Kjo është, mendoj unë, është interesante. Pra, a mund ta përdorim një Trump si ky, i cili po normalizon marrëdhëniet me Rusin, sepse u shpreh këtu shqetësimi nga Antoni që Rusia do ta ketë zonën e vet influencë në Ballkanin. Unë nuk mendoj, një kritik i fortë i Trumpit, nuk e di tani se si është, Ylberi mund të na thotë, si veton Surroi, në shkrimin e vetë fundit thoshte, më duket se do asistojmë në një situatë që Ballkani nuk do të jetë më zonë e influencës Rusisë. Kështu ishte një shkrim parafundit apo jo, Ylber? Në fakt, Kosova përmendet jo direkt në dokumentin e strategjisë sigurisë kombëtare, por përmendet në letrën përcjellëse të nënshkruar nga presidenti Trump. Përmendet në fund të letrës ku ai thotë që ka parandaluar 5 konflikte në botë, Pakistanin, Armenin, ndër tjera përmendet edhe Kosovën dhe Serbin. Por në fakt kjo është një lexim që Trump i bën kësaj çështje duke i dhënë vetës edhe një merit, edhe një fusnot në atë që ai e synon, çmimin Nobel. Pra Kosova nuk është perse aty për shkak të Kosovës dhe Ballkanit, por është më shumë për t'i shërbyer asaj që Trump po ndërton një lloj pasqyre për veten si një paç krijues. Dhe kjo është ndoshta përmendja. Një përmendje tjetër indirekte ka të bëjë me atë që thuhet stimulimi i marrëdhënieve bilaterale me disa vende në Evropë, ndërtimi i siç thuhet healthy nations, kombeve, shteteve të shëndosha, dhe ndër tjera përmendet edhe tregtia me armatim. Dhe kjo është ndoshta ai segmenti ku mund të shifet ndonjë lloj relevance, por në tërësi, në fakt Evropa është vendin e funit në 5 prioritete rajonale që Trump i ka paraqitur në dokumentin e tij. Okej. Vetëm për ta, ndoshta s'isha shumë i qartë. Trumpi në rastin e dialogut Kosovë-Serbi, çfarë bëri? Ndërhyri në një terren që i takonte Bashkimit Evropian, edhe territorialisht, edhe juridikisht, pra me drejtë ndërkombëtare, u mor vesh me Rusin që këtë konflikt do ta zgjidhunte vetëm unë, dhe i dha një lloj drejtimi. Tani pikpyetja që shtrohet për ne si kom, për administratën e Shqipërisë atë Kosovës është, a mund ta përdorim ne energjinë e tij, dëshirën e tij për të marrë çmimin Nobel për paqe, që ta përmbyll përfundimisht këtë konflikt, duke patur parasysh që ka mbështetjen e Rusisë, duke patur parasysh që është popullor në Serbi. Pra, kjo është pikpyetja më e madhe. Unë mendoj që ai në dokument ka disa referenca ku thotë,
mos prisni thot që për zonat të caktuara gjeografike unë të kem referenca me kapitujt veçantë. Por ne do të ndërhyjmë në gjitha ato raste kur kërcënohet paqja. Pra, unë mendoj që Trumpi e ka lënë derën e hapur për të përfshirë në një zonë si që është kjo dialogut Kosovë-Serbi, ashtu si që ka referencat tjera ku thot nuk do merremi me krim shtetesh, nuk do merremi me mësimin e demokracisë në vendet cilët nuk kanë tradit, e tjera. Po, mëse të. Hapësira më madhe krijohet tek çfarë do të bëj Trump të forcojë marrëdhënien me vendet e Europës qendrore, lindore dhe jugore. Këtu jemi dhe neve dhe do t'i forcojë këtë marrëdhënie përmes tregjistarëve. Do zbres këtu, profesor. Do zbres te ky moment do zbres. Do të them është kuadrati, është dritarja më e mirë që hapet për atë. Do të hysha. Në fakt ajo që bëri Trump në kohën e tij në administratën e tij të parë me Kosovën, nëse mund të veçohet diçka nga ajo përpjekje për një lloj marrëveshje, ishte një benefit për Kosovën dhe kjo ishte njohja e Izraelit për Kosovën. Por kishte edhe super improvizime si ajo që bëri me Grenell duke dashur që të hapte linjën e Lufthansës duke lidhur Prishtinën e Beogradin që kur nuk u bë. Nuk din të ketë fluturuar dikush ende me atë aeroplan të zotit Grenell. Dhe në fakt kjo është tipike për ndoshta zotin Trump, si e tham, që ai nuk është konsistent, më shumë improvizon, dhe ndoshta mungesa e ndonjë suksesi në këtë përpjekjen për të treguar paqërujtës në pjesët më komplekse të botës, si Ukraina apo Gaza, në një lloj shpejtësie për të rregulluar këto konflikte, mund ta sjellin një lloj propozimi të tillë për paqe që mund të jetë mjaft improvizuar, siç e kemi parë edhe në rastin mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Dhe në këtë aspekt duhet të jemi koshient dhe ndoshta të përgatitur që të ofrojmë ne vetë një dokument i cili përfshin këto interesat tonë, sepse një nevoja për të ndërtuar paqe të ngushme mund të jetë një pikë me dy teha për Kosovën. Dhe këtu duhet të jemi shumë të vëmendshëm dhe do shta t'jemi më proaktiv në kuptimin që edhe ne të ofrojmë një lloj dokumenti. Me pasgjysur e alarmeve, zoti Bimo, për shirjen e civilizimit në Evropë, dokumenti thot që Evropa duhet të hap tregjet për mallat amerikanë. A është ky një presion ekonomik i maskuar si strategji sigurie? Kalon nga këte nga mallat apo nga që është tregtar kë? Absolutisht po, dhe nuk është vështirë të dallosh aty dhe mllefin e Shtetit Bashkuar të Amerikës me konceptin ekonomik të Europës përmes rregullimeve, kuadrin regulator të superngarkuar. Shtetet Bashkuara të Amerikës mendojnë, dhe jo vetëm zoti Trump, por një grup edhe më i madh njerëzish, shkaku kryesor i rënies ekonomike të Europës në 20 e sa vjet me gjys për gjys nga 24-5% në 14% e GDP-s botërore, vjen pikërisht se Europa i merr frymën vetes përmes rregullave të shumta që prodhon. Natyrisht që këtu nuk ka se si të shpëtoj nga vëmendja 140 milion euro gjobë që i kanë vënë platformës X të Elon Muskut. Pra gjitha gjërat të ndërthurura. Dhe një nga arsyet pse zoti Trump e ka me Bashkimin Evropian, është pikërisht Bashkimi Evropian është ai kuadri i monolit i cili i bën konkurrencë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, kur zoti Trump thot në mënyrë krejt amatoreske, por i duhet për bazën e vetë politike, ai lloj përkufizimi që Bashkimi Evropian është krijuar për të përfituar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, për t'ia futur Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë, për armiqsinë me Shtetet Bashkuara. Ndërkohë, kur dihet fare mirë që ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës ato që ndihmuan realisht për krijimin e Bashkimit Evropian, që është në Traktatin e Romës, duke garantuar sigurinë e kontinentit dhe se kontinenti pastaj të prosperonte nga ana ekonomike që të ishte edhe partner. Pra, nuk është fare vërtet historike që Bashkimi Evropian është krijuar si armik i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërkohë zoti Trump e thot, por atij nuk i intereson nëse themi ne këtu për zotin Trump është burri mirë apo burri keq, atij intereson që ata amerikanë që besojnë atje ta votojnë kur të vi puna për ta votuar, që në nëntor vitit të ardhshëm në midterm zgjedhjet e afatmesme, ashtu dhe kur të vikohen në 28-ën për të votuar. Tani ndoshta për atë si presidenti si herë tretë si president, ndoshta për një dikë tjetër. Amerika i ka dhënë tani të gjitha sinjalet që po të riqet dhe nuk ka ndërmend të mbrojë askënd.
A është Evropa e përgatitur të mbrojë veten pa shmbat? Ç'është mendimi? E para, nëse më lejon. Po. Ambasador. Është e vërtetë ajo që është historikisht e vërtetë që pas luftës së dytë botërore janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që garantojnë sigurinë e Europës, dhe kjo nuk diskutohet. Ashtu sikurse është e vërtetë që degolistët fillimisht po dhe figura tjera europiane janë munduar gjithmonë që ta ndajnë Bashkimin Evropian dhe ta shohin prezencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës si një policë detyrimisht i pranueshëm nga ana e tyre. Megjithatë, ajo që do të thoja unë është kjo, zoti Rakipi, nëse do jemi racional, aq sa Amerika garanton sigurinë europiane, aq dhe Europa garanton sigurinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse vala e parë mbrojtëse e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë trupet e saj në Europë. Kështu që gabimi më i madh do të bëhet nëse do bëjmë një analizë, do ta ndajmë euroatlanticizmin dhe europianët i trajtojmë ndryshe dhe amerikanët ndryshe. Ne jemi të shqetësuar, besoj unë, besoj do bim gjithë dakord këtu në këtë pikë, për të ardhmën e euroatlanticizmit. Dhe jo se si do ndahet, këtu nuk bëhet fjalë që ndahet, po është një moment shumë kritik i këtyre marrëdhënieve. Dhe gjithë analistët parashikojnë disa skenare, sidomos pas strategjisë me 33 pika të 2025 presidenti Trump. Unë do nëse do më lësh 3 skenare, besoj mu duken më interesante. E para është kush do të jetë impakti i këtyre marrëdhënieve. E para është një autonomie detyrueshme e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e Europës. Çfarë do thotë? Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të arsye të mbartura historike, po edhe atyre treja të cilat sheh presidenti Trump në qasjen e tij në Shtëpinë e Bardhë, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të ulin rolin e tyre të sigurisë në Europë dhe kjo do të nxjisë Europën që të rrisë kapacitetet e saj ushtarake. Në një rast të tillë do të thotë që do të lindë një Europë e re më unifikuar dhe më pak e varur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që besoj se është ai aty e thotë ose mbi vlerësoni rrezikun rus, jeni të fortë. Qartë, merrni përsipër këtë. E dyta, mund të kemi një Europë të fraksionuar. Çfarë do thotë? Një pjesë të shteteve si Polonia, Hungaria, Italia, ndoshta diku tjetër, janë shtete të cilët do ta përkrahin doktrinën dhe ideologjinë e presidentit Trump, ndërkohë që pjesa tjetër jo. Që do thotë kjo do të prodhojë një Europë pak konsensus, një Europë më pak të fortë se sa që sot me dobë. Dhe e treta, nëse më lejon, dhe kjo është shumë interesante, një bashkëpunim praktik. Dhe unë besoj që kjo është më interesante, sepse presidenti Trump është shumë praktik, domethënë i shikon zgjidhjet ashtu siç e tha ambasadori, zgjidhje të shkurtra dhe të shpejta. Zgjidhjen e krizave, sepse në fakt bota ka kriza të cilat nuk mund të merresh gjatë, duhet të ndërpresësh e pastaj të shohësh një moment dytë se si ti stabilizosh ndatarmën. Kështu që pritet, ndoshta presidenti Trump do vazhdojë me kritikat e tij ndaj Europës dhe sigurisht që siç u tha këtu ka sa të duash çështje që mund ta kritikosh Europën dhe për këtë nuk janë fajtor Shtetet Bashkuara të Amerikës, por një pjesë shumë të madhe të ngarkesës kanë vetë europianët. Ndërkohë që Europa ndoshta do duhet t'i përshtatet, jo vetëm retorikës presidentit Trump, po edhe një të ardhme teksa flasin për rendin e ri botror, ku Europa për hir të vërtetës nuk ka filluar akoma të mendojë se kush do jetë pozita e saj në tavolinën e madhe të rendit të ri botror që pritet. Të shkojmë pak profesor te halli ynë. Ta bëjmë lokale. Po Shqipëria ku gjendet në këtë mes? Ne kërkojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian. Por kemi edhe SBA si aleatin më të rëndësishëm. Si duhet pozicionohet sipas jush Shqipëria tani? Ju keni një përvojë mjaft të madhe në fushën e diplomacisë. Si e mendoni? Ju çfarë do bëni tani në këtë rast? Po të ishit. Është të mërësisht e vështirë për mua që t'jap një recet apo në një rekomandime. Vetëm gjë që mund të them është historikisht ne jemi munduar që kjo ditë të mos vinte asnjëherë. Kemi menduar që kjo ditë nuk do të vinte ndonjëherë, që Europa do grindesh, do ishte në një konflikt kaq të Amerika me Europën. Amerika me Europën. Por zërat në diplomacinë shqiptare, qoftë në kafenen e ministrisë apo në Surdin, nuk kanë munguar që ne duhet të kishim një plan B në kuptimin që kur vinte kjo ditë si do vepronim. Ne, në politikën e jashtme, sidomos në 10-15 vite e fundit, jemi munduar të jemi
sikur se zoti Trump transaksional, pra të kapim momentin dhe të mbajmë këtë qëndrim kur është oportun për ne dhe të mbajmë qëndrim tjetër kur është më oportun. Pra, në vend që si vendet vegjël, unë jam i mendimit që vendet vegjël duhet të keni politikë të jashtme shumë herë më parimore sa vendet e mëdhenj, në mënyrë që të qëndrojnë atyre parimeve për të dalë nga çdo situatë që mund të krijohet. Nuk mundet ne të kemi të njëjtin qëndrim me europianët për sa i përket marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ashtu sikurse sot del që ishte krejt gabim ai qëndrim që u mbajt atëherë për ndërhyrjen në Irak. Ndërhyrjen në Irak e kanë pranuar vetë amerikanët që ishte një nga gafat më të mëdha të politikës jashtme të tyre. Por ama ne me 10 vendet e rinj që quheshin në atë kohë, ne nuk ishim akoma antar në NATO, po që quheshin europianët e rinj. Shumë plak. U bashkuam me amerikanët dhe bëmi deklaratë përbashkët në favor të dhe kush ishte presidenti i Francës në atë kohë, tha juve humbët shansin që të mbyllnit gojen. Njëherë që ju erdhi shansi ta mbyllit gojen, e humbët atë shans. Pra, nuk hezituam të mbanim një qëndrim që ishte jo dhe aq europian, pra Franca dhe Gjermania ishin kundra në atë moment. Këshilla vetme që mund të jetë në këtë rast është që prit sa të bjeri pluhurit, të sqarohen situatat, të kthjellohen pamjet dhe pastaj mund të pronëzohesh. Por ama ajo që po mundohem të them është që marrëdhëniet tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të themi guri i themelit i ekzistencës kombit shqiptar, i ekzistencës pavarësisë Shqipërisë. Kështu që në këto momente do jesh Edhe me Trumpin thua që na ngatron me Armenin. Dhe Vazhdimisht na ngatron me Armenin. Çështja është ajo që e di si më kanë thënë një herë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por insistoja për një gjë shumë me forcë, domethënë u bëra i bezdisur me sa duket telefon, fut miq andej këtej gjithë çajnikën dhe morin telefon dikush nga shtëpia e bardhë, ishte fjala që zoti Berisha do të bënte një vizitë me urgjencë në mbasi kishte qenë një herë në maj të 92-shit, me një herë pas zgjedhjeve, diku nga fillimi në 93-shit donte vinte. Se e koha që i mësonte amerikanët kë. Dhe ai zoteria nga ana tjetër e telefonit më tha, zotnita, dita ka 24 orë si për presidentin tuaj, presidenti 3 milionë, dhe për presidentin tim, presidentin e botës. Kështu në këto kushte, se ngatroi zoti Trump emrin e Armenisë me Shqipërisë kanë përshtypjen që ta ngelet hatri shumë. Ne nuk mund ta bënim batuta aq të madhe. Ndërkohë Rama duhet ta bënte, e shumë e drejtë. Jo, problemi ne duhet jemi shumë të drejtë me veten tonë, duhet jemi të ndershëm me veten tonë. Kur shikojmë çfarë ndodh në Bashkimin Evropian dhe kur shikojmë që Bashkimi Evropian nuk ka ndërmend të zgjerohet pavarësisht se çfarë thot komisionera Marta Kos apo komisionere tjetër e politikës jashtme Kaja Kallas. Po si tjetër thuaj, po. Se ka mendjen fare aty. Jo, ai kanë të me vendim që pa u reformuar nuk do zgjerohet. Pra ne do i bëjmë negociata, do i mbyllim kapitullin 27-ën pa problem. Kur të vi puna që të shkojnë në Këshill, Këshilli do thotë ne nuk kemi reformuar akoma sepse Këshilli e ka të pamundur të reformohet. Unë nuk duhet bëj Kasandrën të bëj parashikime negative dhe jo optimiste, por deri tani ka treguar njësoj si reforma AKB-s. Janë ca organizma ndërkombëtar. Rama thotë që me drejt veto edhe vote. Ndoshta ky mund të jetë kompromisi, pa drejt veto e pa drejt vote. Po nuk është puna që e bën Rama rregullat e lojës. Ai marrëvesh me ta. I bën dikush tjetër rregullat e lojës. Dhe problemi është që ti mund të thuash çfarë të duash, po ti nuk mund të hysh në Bashkimin Evropian si jo shtet. Se ti nëse do të hysh si jo shtet, të po kërkon të hysh në BE, rrimë më mirë shprehje gjeografike. Sepse thua që unë nuk dua komisioner dhe unë nuk dua ta përfaqësoj politikën e jashtme të shtetit tim, është njësoj si ti je shprehje gjeografike. Një periudhë tranzitore derisa të reformohet. Po nuk ta pranon ai, domethënë është logjika e gjërave që nuk vendoset. Jo, mendoj që ka sugjeruar, mendoj që ka shpikur ai nga Qartazi Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështetin partitë e ekstremit të djathtë në Evropë. Tani po në Shqipëri kush janë të ngjashmit e Trump, doktori dashron shumë, e dashron shumë Trumpin, me thënë drejtën, është njeriu më i dashuruar me Donald Trumpin është doktori ynë këtu. Të kthehet në ekstrem të djathtë dhe doktori thua për këtë arsye apo jo? Ka nevojë mjafton që të jetë anti-europian, domethënë. Nuk është anti-BE, jo anti-europian. Të jetë anti-BE doktori dhe e fiton këtë mandatin e ekstremit djathtë, ëh? Po nuk e di sa ju ka të rrequr juve vëmendjen deklarata e kryeministit Rama kur tha që BE-ja BE-ja për mirë të bisedojë me rusët. Kjo është një thënie totalisht në kundërshtim me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Pra papritmës, duket zoti Rama ka lexuar para nesh, të mund tash spekuloj unë, ka lexuar para nesh. Shiko,
të strategjisë edhe... Kjo strategjia ka për çfarë bën, më tha këtu, tha Zogjinshi. Ka vende si Hungaria, si Çekia, që janë shumë pro Slovakia, që janë pro Rusë, në fakt, Totalisht pro Rusë. Janë dhe pro Trump. Pra, janë ato vende që dalin nga rreshti i BE-s dhe mbështesin SBA-n, në fakt edhe Rusin. Po SBA-ja vetë Imagjinoj tani një vend si Shqipëria të shtohet tyre dhe të ketë dhe drejtën e vetos. Kështu që kjo na i vështirëson shumë në çështjen e integrimit. Dhe ne të shkretët në këtë histori kemi vetëm humbje, nuk kemi nga e dalim, nuk kemi çfarë bëjmë, çfarë sado pirueta të bëjë Edi Rama. E vetmja shpresa jona është që kjo çështje të gjejë një konsensus mes BE-s dhe SBA-s, që ne të vazhdojmë të kemi orientimin tonë euroatlantik që nuk e ndajmë dot, nuk e kemi komoditetin, luksin për të ndarë. Dhe nuk kemi asnjë mundësi tjetër për të krijuar një aleancë tjetër të madhe në botë, sepse nuk kemi kushtet. Shiko, do më falësh nëse e kam thjesht vetëm për të bërë një ide, po do më thonë nuk e bën dot ëndër ato që është realitet. Nuk e kthen dot në ëndër. Bëje zot ëndër, por nuk e bën dot. Do më thonë, kjo po ndodh. Kina është kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose të paktën amerikanët mendojnë që është kërcënim. Dhe ata do marrin trupat nga Europa dhe t'i çojnë Kinë. Do marrin armët nga Europa dhe t'i çojnë Kinë. Dhe rritja e Kinës nuk është një gjë që si thon amerikanët me krejt në mënyrë artificiale dhe vetëm për qëllime politike që e bën ata Kinën, se e futën ata Kinën në Organizatën Botërore të Tregtisë, se çuan ata investimet se erdhi keq për popullin kinez. Këto janë fenomene që ndodhin në mënyrë të vetë pavullnetshme. Sikurse u rrit Anglia u bë forcë e madhe në 815-ën deri në 880-ën, u rrit Amerika, është rritur Hollanda dikur etj. Rritja e Kinës nuk është fenomen që e krijuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka një teori shumë të përhapur, sidomos në politikën amerikane. Ishte në dokumente. Ne e bëm Kinën, ne e bëm... E bën demokratët, Ju vajtë të situar para në Kinë. Zonëlirë ekonomike, më e Deng Xiaopingit, që investimet amerikane Ka krijuan... diçka... Por mos ishin ato, do ishin investimet europiane, investimet të tjera. Ka diçka që ndërlidhet me realitetin tonë në këtë dokument, pavarësisht mungesës së referencës gjeografike. Në gjykimin tim, këtë dokument, pavarësisht se nuk e përmend Rusinë si rrezik ekzistencial, siç ka qenë dokumentet e tjera, unë mendoj që ka një përbërëse të nënkuptuar anti-ruse. Do thënë, le po dëgjoj një strategjist italian i cili thoshte, shkon zgjidhjet që po negociohen me rusët në një farë kuptimi sjellin amerikanët në Ukrainë, dhe kjo është pikërisht ajo që s'donin rusët kur e filluan konfliktin. Pra rusët e sulmuan Ukrainën sepse s'donin perëndimin tek dera e tyre. Përfshirja e amerikanëve në një zonë si është Ukraina, në fakt është e kundërta e asaj që ata kanë dëshiruar. Por ka diçka që lidhet me Shqipërinë. Besoj ka rënë sy kjo interesimi e ambasadës amerikane për të shikuar procesin e privatizime, partneritetet publiko-private, investimet e huaja, sepse siç nënvizohet të dokument, përfshirja ai nuk përmend, edhe Kina nuk e përmend nominalisht, apo dhe Rusi nuk e përmend nominalisht, ai thot për fuqitë rivale që privatizojnë industritë, mineralet kritike apo infrastrukturën sensitive etj. Dhe kjo është arsye pse në terrenin konkret kemi këtë ambasador, kjo e ngarkuar me punë e Amerikës, ta jemi në zbatim të një urdhri të presidentit Trump. Dhe ajo që ishte një shqetësim që vjen nga Kosova, që e formuloi edhe Ylberi, në fakt... Se Ylberi do të futani që të mbarojmë punë me te. Pra, edhe ajo shqetësimi që, dhe më thënë, që një Trumpi paparashikueshëm mund të favorizojë Serbinë, në terren shikohet e kundërta. Serbia është në krizë të madhe ekonomike për shkak të mbylljes së kësaj furnizimit me gaz, me naftë nga mbylljes kompanisë, pra heqjes së licencës. Pra këtë kuptim Trumpi, kjo administrat është duke u imponuar dhe në funksion antirus. Pra ky shqetësimi ndoshta nuk është tërësisht. Okej. Të bëhemi më të koncentruar për shkak të kohës. Tani zoti Ysa, që të mbarojmë punë bashkë. Në dokument përmendet Kosova dhe thuhet sërish, përsëritet, refreni që Trump ka ndaluar luftën Kosovë-Serbi. Pavarësisht se është një gënjeshtër e bukur, pozitive, është një gënjeshtër pozitive, për Kosovën, se kur thuhet që ndaloi Trumpi luftën, gjasat janë që të kemi gjasat që të kemi konflikt janë fare të pakta.
Sepse del që Trumpi nuk ka ndaluar luftën. Më mirë që tjetë kjo gënjeshtre e bukur, që Trump ka ndaluar luftën. Sido që tjetë, besoj ajo që është për të menduar për Kosovën dhe Shqipërinë e shqiptarët është fakti që Kosova si shteti më i ri në Evropë, si newborn, si poshtnje, është një model, produkt direkt i unitetit transatlantik. Dhe ne duhet mendohemi seriozisht si kjo poshtnje për ndonjë divorc të mundshëm në mes të këtyre prindëve. Besoj që është diçka që shqiptarët duhet ta menojnë në mënyrë strategjike, se nuk është në interesin e tyre afatgjat të ketë shkarje në relacionin Bruxelles-Washington. Dhe besoj që kjo është diçka që duhet menduar në mënyrë më afatgjate, dhe gjithë ky ndryshim dhe kjo doktrinë do t'i bëjë të mendojnë edhe vendet e rajonit, po me siguri jo vetëm Kosovën, por edhe Serbinë, sepse Serbia është në një lloj udhkryqi dhe kjo strategji tregon qartazi që nuk do të tolerohen politikat e uljes në dy karrika. Dhe besoj që po aq sa kjo për Kosovën është një çështje e cila është direkte, ja themi fati bën stillit. Për Serbinë po vije koha kur doktrina e tyre ashtu quajtur e 4 shtyllave, ku ka barazvlerë në mes të Washingtonit, Brukselit, Pekingit dhe Moskvës, është një politikë e cila nuk mund të jetë afatgjate për rolin e Serbisë. Por nëse sillet në pikpyetje zgjerimi i NATO-s, atëherë edhe kjo është një gjë për cilën duhet menduar. Edhe e fundit, ky pozicion i ri i Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Ysa, si duhet të sillen liderët e Kosovës, mendoni ju? Keni shërbyer diplomaci gjithë? Liderët e Kosovës, sidomos ky që kemi pasur deri tani, në mënyrën më jo inteligjente i ka përdorur këto relacione, duke arritur një konsenzus në mes të demokratëve dhe republikanëve, që të dytë kanë arritur ta urrejnë zotin Kurti. Domethënë, ishte një politikë tërësisht jo inteligjente e tij, sidomos në kohën kur mund të bëhej një marrëveshje para luftës në Ukrainë, kur kishte ende një lloj uniteti transatlantik. Zoti Kurti me manovrimet e tija, me taktizimet e tija bleu kohë për Vučićin dhe kur filloi lufta në Ukrainë, Vučić praktikisht duke mbajtur një pozicion të shitjes së armëve në Ukrainë dhe mosvërjes së sanksioneve ndaj Rusisë, arriti që të blente këtë kohë. Një politikë e tillë, domethënë jo inteligjente, Kosovës mund t'i kushtoj shumë. Zoti Ysa, unë falenderoj shumë që ndihmove emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Do të kemi përsëri mundësi të jemi bashkë. Kënaqësi. Natën e mirë. Natën e mirë. Unë kam edhe 2 pyetje që do të përpiqemi të jemi sa më koncizë për arsyen që ju thash të mungesës kohës. Në emisionin e kaluar ne diskutuam disa indicje se SBA po godet Edi Ramën, në këtë rast i mballua po. Mendoni se Rama hyn te armiqtë e SBA-s, thonë se armiqtë e SBA-s, Trumpit, si njëri i Sorosit që përqafon politika liberale. Ç'është mendimi juaj? Hyn te miqtë apo te armiqtë? Unë nuk mendoj që... Se duhet të lëshojë dhe këto, teritoret që lëshojnë Trumpit gjithë, profesor, e ke vënë reti, që toka, prona, gjera, apo janë shenjat? Unë nuk mendoj që zoti Rama është armik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, po besoj që populizmi dhe individualizmi politik i zotit Rama e bën armik me gjithë tjerët. Domethënë, ajo që e ceku pak... Jo, mos mendojnë Amerikanët, jo Rama s'është Rama. Po, aty do dalë. Ajo që tha pak më herët ambasadori, mënyrën se si duhet sillet Shqipëria në këtë përplasje, ndoshta edhe në këtë çarje, duhet të shohë interesat e veta kombëtare. Tani, po sjell 2 momente. Mënyrën populiste të dëmshme të leadershipit shqiptar në raport me interesat kombëtare. Po të sjell 2 raste. E para, duke qëndruar idesë së ruajtjes së ekuilibrave dhe ndjekjes interesit kombëtar. E para, gjatë votimit për Palestinën doli nga
linja e politikës jashtme të europiane. Ndërsa gjatë gjithë kohës, të paktën më përpara, edhe me batutat që bën, duke që ngacmohet me presidentin Trump, sidomos herën e parë në 2017, Macronin ishte. ndërhyri shumë keq në zgjedhjet 2007-s kur e pori cop, domethënë fatkeqësi për shikon. Po Trumpin atë kohë nuk dëgjonte, nuk lutem, ne nuk kemi kuptonte gjë. luksin, zoti Rakipi, ne nuk kemi luksin të them të Po e drejtë. tha pastaj korrigjojmë vonë. Po nuk është aty problemi. Ne tha, je Po nuk kush është jemi aty ne, tha. problemi. Leadershipi shqiptar duhet të heqë dorë nga të shikuarit politikës jashtme në optikën individuale. Nuk bëhet politika jashtme duke i hedhë dorën qafë Macronit, duke sharë Trumpin, duke puth Melonin. Nuk është politikë kjo, zotëri, fare. Kjo është banalitet. Dhe në këtë kuptim, në qoftë se do të Pra si duhet Rama thua ti të sillet në këto? Lutem, se si ndikon politikën e jashtme kjo lloj sjellje, mjafton të them. Tani, Pate, m'fal, jemi okay, pate mbaruan zgjedhjet, nuk i uroj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pate festën e pavarësisë, uroj popullin shqiptar dhe të përmendi kalteret e drogës qeverisë. Ky është qëndrimi i Shtetet Bashkuara të Po pra, dy deklaratat shqiptar. të Rubios dhe të Trumpit. Mos deklaratat e Rubios. Dhe ky është dëmi që Diskutuam bën në kaluar. Dhe ky është dëmi që bën ky lloj modeli Tani si mendon ti? diplomacie. Jo se dëgjon Rama nuk dëgjon njeri, e kupton. Po le mos dëgjojmë, le mos doktor, që s'ka dëgjuar dëgjoj. Po njeri. Trumpi nuk harron kollaj. Dëgjon njeri këta, Trumpi është po- inatçor, mos harro. Po si mendon ti tani në këto kushte si duhet sillet Rama? Nuk është se dëgjon ai, po ne ta themi. Si e mendon ti? E tha ambasadori, të thash. Duhet të niset nga premisat e interesave fatgjate dhe duhet të jetë shumë i kujdesshëm me marrëdhëniet. Ambasador? Mënyra si funksionojnë aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës është totalisht jo konvencionale. Do më thënë, Departamenti i Shtetit dhe agjencitë e tjera nuk gëzojnë asnjë lloj besimi nga zoti Trump. Kështu që po ta shikoni, ai ka pothuajse ka eliminuar postin e këshilltarit për çështjet e sigurisë, ka vënë sekretarin e Shtetit edhe këshilltar për çështjet e sigurisë dhe thonë gojet e këqija që nuk ka fare kështu daily briefing që ka qenë ajo informimi ditor që i bëhet presidentin nga këshilltari për çështjet e sigurisë kombëtare lidhur me problemet e botës. Pra, e solla këtë si shembull për të bërë argumentin që zoti Trump funksionon në mënyrë krejt ndryshe nga presidentët e tjerë deri tani. Që do të thotë, në qoftë se do të merrete parasysh se çfarë i thot Departamenti i Shtetit për Shqipërinë dhe për zotin Rama, do ishte një qëndrim tjetër. Po nga vetë natyra e tij, zoti Trump ka një lloj vlerësimi për liderat autoritar, të fortë, të dorës fortë. Kështu që në këtë këndvështrim kam përshtypjen duhet të jenë karaktere shumë të ngjashëm me njëri tjetrin, dhe s'është çudi që nëse i bien në dorë në sy BM-t, thotë bravo ky që ka burr tamam. Po sa kohë shkoi kështu, e takonte Bashkimin Evropian, vetëm këtë përqafonte. Ideologjikisht i kundërt komplet. Është dhe Maduro autoritar dhe i fortë. Bravo. Të përqafonte më. Bravo. Në Bashkimin Evropian përqafonte Ramën. Është krah tjetër i kundërt. Maduro i fortë dhe autoritar është, por nuk është. Edhe Maduro mund të shkojë mirë ai. Si personalitet po, mos i ka ideologjike. Jo, nuk e shkelkaun ideologjik presidenti Trump. Mori dhe i tha largohu. Kjo botë është kaq e larmishme sa për çfarë do lloj argumenti mund gjesh me miliona kundër argumenta. Ajo që po them unë, Trumpi si karakter, zoti Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar, si karakter, Është i ngjashëm. ka respekt për liderat e fortë. Tash është dhe Maduro lider i fortë dhe për atë s'ka respekt. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Po Nuk mund ta themi që ka rregull. Nuk që don, është armik i të majtës, duhet ta themi dhe këtë. Është armik i të majtës. Prish rregull. Presidenti Trump i trajton të majtët si komunist, si shkatrimtar. Rama s'është i majtë, s'është aty. Po. Edhe kjo është pëton. Nazarko? Edhe kjo është pëton. Është u përmend nga Ermiri kjo përfshirje në fushatën zgjedhore. Kjo gabimi me siguri Rama Në shpenzuar. 70-ën atëherë. Te e para. Por Rama atë ka korrigjuar, jo thjesht edhe me lobim përkundrejt administratës Trumpit parë, por edhe me pozicionimin e tij në samitin e NATO-s në Londër. Në fund të 2019-s, kur Rama u bë dhe subjekt i mediave gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung, për mbështetjen që i dha Trumpit për 5%. Besoj mbani mend atë. Me vlerësimin që dha Trumpi. U bë lajm, apo jo? Për 2% në atëherë. Po pra, por 3%. Pra, Rama u sintonizuar. Po, është samiti i Welsit. Pra, dhe Trumpi e ka vlerësuar atë gjë. Së dyti, mund të jetë e vërteta që Rama apo Shqipëria nuk ekziston, domethënë pavarësisht atij lapsusit nënvetëdijsor që ka Trumpi kur ngatron Armenin me Shqipërinë. Por Rama është dikush që për shkak të qëndrimit gjatë pushtet,
ka disa marrëdhënie të cilat e ndikojnë pozitivisht për qëndruar gjatë. Do në qoftë edhe Soros. Soros i ka marrëdhënie shumë të mira me dhëndrin e Trumpit, përveç që dhëndri i Trumpit është dikush që po investon në Shqipëri, se mund të investon në Shqipëri. Vajza e Trumpit ishte nxjerr jo rastësisht ato libra që lidhin me Shqipërinë në anglisht. Së dyti, Rama ka marrëdhënie të mira me liderin hungares, me liderin italiane, me Izraelin. Po pra, tha profesori që ata mund të jenë bashkë, shkojnë shumë. Më falë, testi më rëndësishëm samiti NATO. Për ta përmbyllur, po është e vërtet që shqetësimi i madh që ishte në këtë dokument ishte lufta kundër karteleve. Kjo është arsye pse edhe në letrat që përmendën, letrat që do të kishin urime si rregull apo do të kishin po themi direktiva tjera për bashkëpunim, përmendin kartelet. Kështu që shqetësimi për pastrimin e parave, për përfshirjen e parave të pista në ekonomi dhe pastaj nga ekonomia politik, kjo duket që është një pikë fikse apo një shqetësim i rëndësishëm i kësaj administrate përkundrejt Shqipërisë. Nëse u thamë të gjëra, se ka në një gjithë personal. Si duhet si dhe Rama e thame, kam një të fundit. Ishte shumë për Ramën, profesor, kam një të fundit. Trumpi mund të vinë në Shqipëri, domethënë. Kjo fillon me Abilekën dhe mbarojmë në fund me profesorin për shkak të kohës. Çfarë tani si mendoni, jo të shtiem fallë, po të themi përpiqemi të themi një gjë si e kuptojmë. Çfarë pret Evropën deri në fund të mandatit Trumpit? Se edhe 3 vjet është, pastaj mund të durojnë këta 3 vjet. Sa rrezikohet Evropi dhe ku gjendemi ne të shkretet në këtë mes? Se këtu është ore. 2016-2020 ishim pothuajse në një njëjtën situatë. Vetëm që atëherë departamenti i vetëm se atëherë ai skuptonte mirë. Ishte pothuajse i asfiksuar dhe Trumpi filloi të akuzonte deep state-in që pengonte dhe iku një mandat duke me tentativën e Trumpit për të rregulluar se gjëra. Sa tani i di çfarë gjëra. Nëse tani Trumpi ishte efektiv që në vitin e parë. Ka ndryshuar botën që në vitin e parë të presidencës së tij pa mbushur akoma. Do dhe 1 muaj e 12 ditë për të quajtur një vit. Kështu që kjo marrëdhënie është shumë e rrezikuar në qoftë se do vazhdojnë këto qëndrime. Kaq të largta nga njëri tjetri. Nuk do forcohet marrëdhënia e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Unionin Evropian ose me Europën. Nuk do forcohet. Nuk do forcohet fare. Do ri në këto tensione, ndoshta do shkojë edhe me tensione më thella, por nuk do ketë një ndarje dhe nuk do ketë një çarje të NATO-s. Kjo është një egzagerim i pa kuptim fare. Janë tensione që kanë qenë gjithmonë ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, se janë 2 ideologji, 2 botkuptime, 2 mënyra organizimi institucionale të ndryshme, mënyra si bëhet vendimarrja, por nuk besoj se të dyja palët nuk kanë asnjë lloj interesi që të krijojë një çarje, një frakturë që t'i largojë pafundësisht midis njëri tjetrit. Mentor, unë mendoj që do të ketë ndryshime në mënyrë ciklike, unë mendoj që do të kemi një marrëveshje e cila nuk do ta zgjidhë përfundimisht konfliktin ruso-ukrainas, por në cilën dhe Evropa është e përfshirë, pra do të kemi një normalizim të afërt të marrëdhënieve ruso-amerikane. Ajo që është interesante, me që përmendë NATO, zgjidhja e konfliktit ruso-ukrainas, pra normalizimi i marrëdhënieve të Rusisë me Amerikën, e lehtëson zgjidhjen e çështjes Kosovës. Pra do më thënë hyrjen e Kosovës në OKB, dhe madje qarkullojnë edhe hipotezat, një ekspert i madh amerikan mbledhjen e fundit të Komisionit të Jashtëm tha pse të mos hyjë dhe Kosova të ofrojë Trumpit të ofrojë dhe Kosovës dhe Serbisë hyrjen në NATO. Sepse Amerika, sepse kjo administratë, pra administratat serbe, e shikon si të mundshme hyrjen në NATO. Pra edhe kjo ofertë për 2 vendet të Evropës, të hyjnë në NATO, që vjen nga Trumpi, është gjithashtu një moment të relaksimi në marrëdhëniet mes tyre. Profesor? Në rast se do i qëndrojmë strategjisë e cila na ka mbledhur sot këtu, Shtetet Bashkuara të Amerikës do angazhohen në një përmbajtëri se sa e edhshme do jetë, do ta shikojmë, që në zgjedhjet e ardhshme në Gjermani të fitojë AFD-ja. Po fitojë AFD-ja në zgjedhjet e ardhshme në Gjermani, duhet me thënë lamtumia e NATO-s edhe Bashkimit Evropian njëkohësisht. Kështu që në perspektiva sipas shqyrtimit të fakteve është e zymtë. Është goxha e zymtë. Nga ana tjetër, rrezik edhe më i madh i kërcënon Europën nga nuk e di, ju kujtohet shpreha famshme e Lorit Ismail që tha NATO na duhet për të mbajtur amerikanët brenda, gjermanët poshtë dhe rusët jashtë. Rusët kanë ikur, ka kohë që kanë ikur nga Europa,
kanë mbetur vetëm Amerikanët brenda për të mbajtur Gjermanët poshtë. Në momentin që Amerikanët ikin, siç thamë pak më përpara, për shkak të rishpërndarjes fuqisë botërore, atëherë Gjermanët do të fitojnë lirinë që kanë humbur në 45-ën me trupat amerikane që kanë në Gjermani. Dhe zot na ruaj, asnjëri në Europë nuk ka besim që Gjermanët dinë të sillen në mënyrë të respektojnë kombet e tjera në Europë, kur janë të pavarur e kur janë të fuqishëm. Dhe po të shikojmë që zoti Merz ka ndërmend të harxojë 1 trilion euro për të armatosur, një Gjermani e armatosur jashtë NATO-s në një Europë goxha të përçar, konkluzionet Me AFD-n pushtet, pastaj është fiks. Siç ndërrohet shikus, siç e tha profesori, një perspektivë e zymtë mbetet, edhe për në të shkretet e zymtë, edhe pse jemi kajt vegjik, po inshallah tani ndoshta zoti Trump nuk kujtohet dhe për ne, e kupton. Kur zien atlarët, shkelmat janë Kur gomarë. gjenë atlarët, po ndoshta e hanë dhe Nuk na ngatron, poshtë, nuk na ngatron me Armenin. ndoshta na bien dhe Nuk ne. na ngatron me Armenin. Ndoshta nuk na ngatron dhe me Armeninë e gjitha, por si tha profesori, ka një moment që duhet të bësh që ta kuptosh vërtet veprimet që bën Donald Trumpi, duhet të bësh vërtet gjimnastik. Truri, ne, profesor, vetëm njëri kam parun këtu në vendin ku jetojmë, që ja u them kolegëve her pas herë, që ngjan shumë me Trumpin. Tregtar është ai. Bile tregtari që ka shkuar punët shumë mirë, fjoll në Shqipëri, ka media shumë të fortë, zoti Irfan Ysenbelliu ngjan shumë edhe si portret, edhe si. Në fillim ai nuk kuptohet fare, pastaj kuptohet shumë mirë. Me vonesë. Por me gjimnastik kuptohet. Edhe ky me gjimnastik, po gjimnastik edhe sikur të fillojmë tani të bëjmë trurit edhe në këtë moshë gjimnastik të madhe, për të kuptuar vështirë do jetë. Pra, nderuar të shikus, u përpoqim tani, të themi në një gjë, nëse ju na dëgjuat, ne ju falenderojmë shumë, nëse nuk na dëgjuat përsëri prap të falenderuar jeni. Zoti Roland Bimo ndihmoi me ne sotme në këtë pjesë të emisionit, Elmir Gjinishi, Mentor Nazar, Antona Bilegaj dhe Ylber Hysa sigurisht. Unë ju falenderoj sinqerisht për këtë ndihmë dhe mirupafshim dhe do shihemi profesor dhe në emisionet tjera. Faleminderit. Për të thënë këto gjë, se mos do bëjmë një ndryshim ne. Po të paktën t'i themi dhe popullata të kuptojë se ç'po ndodh, se nuk kuptojmë. Nderuar shikues, ju falenderojmë shumë edhe një herë. Mirupafshim në emisionin e ardhshëm.